E sot jena me një vend komplet ndryshe, jena në veri të Shqipërisë. Masaksisht e kepi Rodonit me një vend ku ne keni sugjeru ju, ku kena vendos me bo camping edhe me eksploru në maksimum këtë vend. Deri tash ky vend është na mahnit, jena me një vend krejt si xhungull. Jena të shiju 2 në 1, edhe xhungull edhe det. Po duket sikur Snake Island, veç që sholla nuk takohet me naj gjorpën. Se është fobia jam. Rrugët po duken definitivisht sikur në xhungull. Na nuk e dim saktësisht se ku kemi me bo camping, mirë po shpresoj që kena me gjetë një vend të mirë. E një vend që na ka pëlqyer shumë është edhe te Kalaja ku është ndërtuar në kod Skënderbeu, nga Skënderbeu. Çto kryu ta aldin toka, domos s'ka but më anë, anë s'ka kur gjëç. Ana e ke rrafsh. E qysh mujt me po dhe vet, tash kena arrit tek Kalaja e Rodonit, kena me eksploru ma vonë, mirë po na duhet me kalu kësaj në mënyrë që me gjetë vendin perfekt. Nashta edhe bëjmë camping offer këtu dikun, nuk e dim saktë që dono me këshyr. Është shumë frymë, nuk e di sa po nina. Vendi te Kalaja e Rodonit nuk është ideal për me bo camping, po këshyrim me gjetë në vend tjetër offer këtu dikun. E tash ku jena, ky është fundi i Rodonit, ku po tentojmë me bo camping në atë pjesën tjetër se mbrapa dhe të Kështjella ke tepër me mbushën me mbeturina. E rrugës tu hec, e poshtë një qorpën që ke këgja i madh, edhe më ka tut këgja shumë, mirë po e posh edhe iku. Për atë arsye edhe jam të mbojt këtë shkopin në dorë, në mënyrë që me bo ka pak zhurëm edhe me të regu edhe gjorpënet që në orë në kësaj dhe as s'po të ngucë mos në ngucë. Vendi shumë i mirë, po jena dëshpëruar pak prej vendit se nuk po bëna me gjetë ndaj vend për camping. Një sen shumë i keq që po kom mbeturina thuja se që do 2 metra. E na po e lypim vendin ideal, nëse nuk gjena një vend të mirë, do me shku prapë në alt edhe më ofër makinës ku jena me bo camping tani me eksploru nesër. E tash jena tu kthy prej ku kena ardhur se tepër është frymë edhe nuk ka shanca me bo video ko poshtë. Problemi nuk është për me bo camping, mirë po për video. Dikon rreth 30 km/h është fryma, ku më herët kem të ecë metall, do më thonë ashtu ke fryma, në mas tash jena do ecë kundër e frymës, edhe pe kena mazër. Meta vet, në fund të Rodonit, te kepi Rodonit. Aldini ka shku me i morë edhe desen e tjera ku e konë një rrugë këgjatë gotë, krejta e rrugë që e kena bo. Kena edhe këgjatë desen e tjera që kena me i morë, në duna me i bo goti tenda deri sa t'vjen Aldini. Dhe ja ku sherdhi! Haloru keni po sen sa keni me po.
Qa kom gjetë? E unë tash tendat i kom dreq, ku veç kena me ull, me ndez një zjarë edhe me shju në maksimum këtë pomjet që e kena këtu tash. Tenda numër 1, tenda numër 2 dhe vendi ku kena me ndez zjarën që e kalon dikush në dresht. E kena do punën edhe Haliti, ku unë im shumë i marrë dësene tjera në makinë, ku e kena lënë këgja largë, edhe ku unë i ullë këgja gotë, po ja ka vlerë me shku. Këto Haliti tepër mirë i pas ka vendos tendat, ku njëna tendë është atë, edhe tjetëra tendë këtu, edhe që në pomi. Atje përëndimi diellit. Qa do të me bota është, të me angër buk ku për në mena u dëshprum shumë, njëherë për arsye se shumë fryke edhe nuk më shumë me gjetë një vend adekuat për camping, ashtë për qëta është, tepër nice. E pse na vendosëm me bo camping këtu e jo me shku në altë, patëm fat shumë ku një fenomen natyror na ka ndihmu prej frymës, mënyrë që me mujtë me bo camping këtu. Qysh edhe po mëne me po nuk ka frymë si kur vene tjera që shpat. Tu është një trekënsh i qetë, pse? Se fryma e jugut që vjen në këtë drejtim dhe fryma e veriut që vjen në këtë drejtim nuk mujnë me u bashku bashk. Ku është këtë trekënsh i qetë? Edhe kena pas shumë fat që e kena gjetë këtë vend, edhe kena me bo camping sot. Deshti foti na me bo camping këtu se i na lodh tepër. Dielli ka perëndu, thonë që peshqit kthejnë. Shumë minoti ka me si peshme më s'u ta konkreti. E shojta. E kjo është shumë e shpejt sa tu të kalumet. E krejt kjo rrugë që kemi bo për me orë të kepi Rodonit, edhe pse jemi lodh shumë, e qëta është jemi të shiju kejt këtë pomje. Shta ma herë nga këni po shumë dëshpërum se me në shumë që nuk kena me gjithë një vend ofër ujit edhe ofër plazhet për me bo camping, po kur e gjetëm, nga ka kthy disponimi. E krejt kjo mundim që e kena bo për me orë të kjo vend të kepi Rodonit, jena të shiju tash, ku nuk po ka shumë fryme dhe jena në një trekënsh. Epe, peshko kësaj. Hajtë se i kalzojnë në nesër. Edhe tash jemi të shiju, edhe po besoj që kena me pushu, edhe nesër kemi shumë çka me bo. E na tash kemi pushu këgja mirë me Aldinin ku kemi hongër dhe kemi pika një kafe. E tash kemi vendos me i morë do druqe në kësajde edhe me ndez një zjarë njërë që me i mbojt insektet largë. E këtë dritën këtu e kemi vendos që me na ndryqu pak, kur t'jena na këtu nuk është shumë dritë e modhe. E tash këtu gurt po i kapim, edhe po i vendosim me këtë vendin këtu në mënyrë që mos me na i sos tendat. Ajo është largë, mirë po kjo tenda këtu është ofër, po s'pat vene ma të mirë. Edhe zjarën që tha Haliti nuk vendezën veç për mi largu insektet, po dhe nota është bo tash këgje fres. Ezim edhe mu të zepak. Edhe hajde ti morëm me dru, ku kjo është këtë dru sa dush. E këtu ka dru shumë se deti i bjen, bin breg edhe thonë në kënd. E Aldini e ka gjetë këtë drosin interesante ku po i vendosim senet që na vynë shpesh edhe i lojmë këtu. Kështu na duhet edhe na kry punë sa dush. Po interesant se kërkan të letha dhe kombitit për shajnë përdur. Edhe prej kujt i na. E krej këto që po i merë Aldini, kemi me i kollë, se janë thota. Pit tak, shtoga jem, shka ma larg. Zjarën e këna ndreq, e tash është koha pak me u knoq. Yes, pik. E na e kena po një peshk, ku po dojna me kill. Lije ta flut, edhe pak, rake. E jotja. No! A ty që tjetër. Ha? Ka sulmu diçka, inshallah nuk është me helm veç. E qysh po mëni me po uji ka i këtefër? Quje! E që kjes ka ndodhë kërë njët. Hakuna Matata. Zotëria krep, si kaloni. Kjo ka furre, ka fat që s'pëlqen, se për ndryshe tash i shkon në tenxhere duke u zirë.
çka po ndodh, ju tregojmë pak më vonë. Këtu ku jena tash, kjo është Kashtjella e Rodonit, ku është edhe një orë si kalaja e Skënderbeut, është ndërtuar në kohën e Skënderbeut, dikon pas vitit 1450. Thuhet se ai e ndërtoi si një dalje strategjike në det, në rast të rrethimit të osmanëve, ku edhe qëllimi i saj ishte një pikë ushtarake, mbrojtëse për principatën e tij, po ashtu edhe për ndihmë detare nga aleatët e tij evropian. Prej asaj pjesës ku e kena ndrejt zjarrin edhe kena nejt ofër zjarrit me Aldinin, tani rastësisht e kum po një peshk në ujë ku i kum tregu Aldinit, edhe kena shku me njerë për me kopë edhe shumë rastësisht e kum kopën me dorë. E qysh e kum kopat peshkun me dorë, jam çudit edhe vet, po në çato momente ja ka nis me u largu deti, se dul hona e plot, edhe pro ishte një zbatic e cila e ka largu ujin, edhe shumë kofsh si gaforre, ku edhe faktikisht një gaforre më ka hongër në kom. Më ka dhimë këgja shumë edhe prapë është më dhimët. E nasa menum që e kemi gjetë venin ideal për me bo camping atje poshtë në fund të kepi Rodonit. Faktikisht dikun prej orës 1 mëngjesit ka nis deti më largu me të modhe, edhe fryma na ka shkatëru deri në mëngjes ku nuk ka pos shanca me flejt, bile tendën tem e ka hje krejt fryma, se nuk e na pos kur gjë pajisjen të edhe u kon tepër i lehtë tenda, ku edhe u dosh me fjet në tendën tjetër, që u konë tepër frymë të notën. E në qëse ishim shku veç 20 metra mbrapa, nuk është që ka pos frymi i mirë, po s'ka pos shanca me i kop senet edhe me dojnë atë frymë, se çdo sen fluturojke. E na s'ke që patëm naj mundësi tjetër përveç me qëndru në tendë, edhe me prit deri sa të largohet fryma. Mirë po ajo s'ka ndo se të notën ka pos frymë, ku edhe që ata nuk i na injzu ma shumë. Nashta po mënim me veri pe venit që kena ndryshu pak lokacionin, e na dikon ma larg një 2 kilometra për arsye të frymës, ku edhe këtu po ka frymë. Na kena vendosur edhe sot edhe pak me shiju për vete, s'po dojna me bo camping për arsye të frymës, se ku edhe notën e pronshmit njërën tetë na ka hek krejt fryma. Nuk u kon edhe fryma e modhe, po ku kon se nuk ka pas edhe shumë senen to, a diçka që me moj diçka ma rën. E tenda tjetër ku kena flejt, u kon me pajisje, edhe ato fote ka desh nuk na heku, as nuk na ka dëmtua diçka, kena flejt ato. Nota kon pak e vështirë, ku fryma nuk na kalon me flejt, nuk është na ka pengu neve shumë, se e kena duru për video, nuk u ndike kur gjë, se u kon ka një frymë e modhe, ku edhe tash po është, po nuk është qas e modhe, po gjithsesi ja ka vlejt çdo sen që e kena bona, çdo hap që na urdhë, edhe ja ka vlejt që ajo e hekne me thonë, për arsye se në momentin më thani u kon ku ja ka fillu deti me u largu, që ka sfegu dhe Haliti, ku Haliti e ka kop një pesh me dorë, a qaj ke momentin më thani, plane për peshkun ke me gatu, ke frime modhe dhe zjori nuk na ndeske, edhe vendosëm që prap me lshu peshkun. E qa që është e bukur natyra e kepit të Rodonit, so që është edhe egër ku ka shumë jetë egër, ki kena po dikun rreth 3 gjorpna. Pjesa më e madhe e kepit të Rodonit është sikur xhungull, pse se ka shumë lagështi. E ky vend që nuk shiret shumë prej njerit ku kena po dhe shumë jetë egër, sidomos kena po dikun rreth 3 gjorpna që janë fobia e dyve dhe jam edhe Aldinit. E nuk është vend që ja kisha sugjeruar me orë me bo camping pa e këshyr motin, është fjala për frymë, se neve na ka shkatru krejt edhe nuk kena mujt me kalu qashmis qysh e kena planifiku. Mirë po kepi Rodonit është njëni për vendeve më të mira që kena vizitu pa dyshim, ku edhe tendën kryesore fryma na i ka jek dje krejt. Kena pos shumë pajise që na u kanë bo me zoll, kena hje këgja shumë, mirë po në fundit po besoj ja ka vlet, na po shijojmë edhe pak, edhe shihemi.
E kjo aventurë për neve të Kepi Rodonit përfundon këtu, ku kemi kalu mirë edhe pse kemi pas kaq të vështirësi ku nuk na kanë shku çdo sen sipas planit, masi që ka pas shumë frym, edhe na kanë prish planet, kështu që na po dojmë me ndërprej me 1 natë e 2 ditë. Po gjithsesi na kënaq shumë, edhe pse nuk kena mujt me shfrytzu në maksimum akselerimin tonë te Kepi Rodonit, ku po besoj prapë kena me orë këtu me një vizitë tjetër, ku kena me shfrytzu maksimum akselerimin e Kepit Rodonit. Kështu që deri atëherë shihemi, mos harroni me bë like, share, comment edhe Subscribe. bye bye, peace out. Rruga për Kosovë. Gasht, bravo, Tane, shumë mirë.